që me ligjin shqiptar kjo kontratë paramartesore duhet të depozitohet në gjendjen civile. Në Shqipëri nuk ndodh kjo. Dhe prandaj dhe kur kërkon të dhëna, është vështirë të gjenden, po. Domethënë në gjendjen civile raportohet numri i martesave, po nuk gjen dot të dhëna sa janë me kontratë paramartesore dhe sa janë me ligjin e bashkësisë ligjore, pra kush është normale të jesh një celebrim. Jo, se të jemi të qartë dhe atë që po flisja unë, domethënë kontrata paramartesore unë e vë të përgjithshme, në sensin që thjesht do jenë gjërat e qarta, sepse kontratat mund të jenë, siç po themi, të shumë llojshme, si për tani po mendoja për shembull për ligjin italian që po ndryshonte, sepse ishin ankuar shumë burrat që pasi u ndanin gratë merrnin 50%, që mund të ndryshonte ligji dhe ata nuk merrnin më asgjë. Kështu që unë për kontratë paramartesore them çdo lloj tip kontrate, siç është edhe kjo për borxhet që mund të ndodhin, por që të stabilizohen gjërat që në fillim, domethënë se pastaj natyra e kontratës. Po, mund të jetë ke edhe hollësi aty. Kanë ndihmuar këto lloj kontratash? Ekspertët ligjor thonë që po, sepse mund të kenë zgjidhur në disa raste, se nuk mund t'i përgjigjsojmë të gjitha, mund të kenë zgjidhur konflikte të cilat do të vijonin, të zgjateshin, zonja din ende më mirë se sa unë, pjesën e gjyqjeve dhe mungesën e dakordësisë mes çiftit, sepse do ta themi këtë gjë, jo çdo divorc përfundon si në filma që mbeten shok dhe shoqe për të jetën dhe vazhdojnë të lumtur. Kështu që sidomos në familje në cilat kanë pasuri dhe kanë arsye le të themi për të pasur konflikt. Kështu që ekspert ligjor pohojnë që ndihmon që minimalisht disa muaj konflikte të evitohen. Po nuk mendoni që kjo mbjell edhe një farë mosbesimi në çift, kur ai thotë shiko, të dua me gjithë shpirt, me ty deri në vdekje, por të lutem firmos këtu. Blendi, kjo ndodh kur kërkesa vjen vetëm nga njëra palë. Ndërsa dikush bisedonisi, dikush do ta hapi atë bisedë. Po ka shumë raste në cilat janë të dy profesionistë që mund të kenë biznese, që mund të jenë edhe profesionistë të lirë, që dikush arkitekt, dikush ku diun programues etj dhe kanë kanë bërë deri më sot atë jetën. Pra vinë të dy me pasuri, po tipikisht të ndarë dhe që e kanë të qartë këtë gjë që duhet ta bëjnë. Por duhet ta themi, zonja Nexhe tha që më së shumti ndodhet e familjet shumë të pasura, të cilat janë dhe trashëgimtar të pra ato fëmijët, ato pinjollët e familjeve të pasura biznesmen. Edhe bizneset, po. Jo, unë do thosha një gjë. E para njerë për të vazhduar mendimin që këto lloj kontratash nuk regjistrohen në gjendjen civile. Thjesht raportohet numri i martesave që janë bërë në një vit. Po jo se është me kontratë apo pa kontratë. Megjithatë kjo nuk është e rëndësishme. E rëndësishme, domethënë, është në ligj, por nuk është aplikuar deri tani. E rëndësishme është që kjo kontrata ndihmon zgjidhjen e martesës, sepse domethënë në fundit janë të përcaktuara pasuritë që ka secili, sepse gjyqet më të vështira ose tronditja më e madhe në një familje kur bëhet divorc nuk është thjesht që u ndan, sepse ka patur kohë që ata kanë diskutuar dhe ka ardhur një moment i dur që ata të divorcohen. Domethënë dhe fëmijët e kanë parasysh këtë gjë. Problemi është gjithnjë me pasurinë. Por edhe nëse kemi këto kontrata, kemi patur raste neve që ka qenë kontrata paramartesore, mirë po ka patur disa vite jetë të përbashkët. Dhe natyrisht ai që nuk ka patur të ardhurat të mjaftueshme, nuk ka qenë i pasur sa bashkëshorti tjetër, natyrisht në një kuptim dhe paraprakisht mund të më thuash që ka përfituar. Sepse në shpenzimet e përbashkëta, se Hedi këtu insistoi, domethënë që si do janë është ai raporti i kontributit kur ata janë bashkë. Domethënë mbasi kanë bërë këto kontratat, ata janë të dashuruar, do jetojnë bashkë. Ata punojnë secili. Pra, në një farë mënyrë tani në kontratat, kështu më shpjegonte një notere, që përcaktojnë edhe detyrimet për familjen, do jenë për shembull 2000 euro ose 1000 euro njëri, 1000 euro tjetri. Ndonjëherë ato kalojnë, sepse domethënë të ndodh, do paguash për një fëmijë që do shkosh në shkollë dhe kërkojnë shpenzime të tjera dhe fillojnë ato konfliktet. Vëri ti ato para për djalin, vëri ti për vajzën e tjerë, pra nuk është thjesht jeta personale e tyre, po ndërton një familje ose do investosh në, për shembull, njëri në kabinetin dentar, tjetri mund të investojë në zyrën e avokatisë, etj, pra se bëhet
fjalë pikërisht për këtë kategori. Problemi është kur nuk janë të dy një lloj. Dhe atëherë, edhe pse është kontrata, gjyqet vazhdojnë, nuk mbarojnë në 1 vit, në 2 vjet, sepse ti do të argumentosh në fundit para gjykatës, e cila natyrisht nuk bazohet thjesht ke fjalët, po do fakte, do prova. Dhe ti duhet kesh mbajtur atëherë të gjitha provat shkresore të shpenzimeve që janë depozituar, janë harxuar për 10 vite bashkëtesë, martesë, sa ka harxuar gruaja sa burri. Në Shqipëri ka dokumenta. Pse? Sepse para një akoma kemi para kesh që çarkullon nga do. E dyta, nuk është e shnuar atje, domethënë ti nuk e mbajtur fatura. Ne shpesh shkojmë blejm edhe një lavatriçe, blejm edhe dhomë gjumi, makinë e tjera dhe ndonjëherë jam unë kam parat po shkoj blej makinën, domethënë ndoshta kanë qenë parat e të dyve mund të kenë qenë vetëm e njërit. Po janë 70 me 30 dhe kujto se çfarë. Po më mirë, shikoj tash se edhe kjo tjetra. Po. Është një pjesë që nuk e provon dot. Të mbash bilance për shpenzimet e fëmijëve të tu. Është shumë të ftohtë marrëdhënia. Ekstreme, është. Kjo krijon probleme edhe për gjykatën, sepse ti mund të thuash, shiko, un kam ndihmuar se kjo shtëpi me vërtet blem ne 100.000 euro. Po pastaj un kam punuar këtë shtëpi. Nuk kam bler para kesh, po kam punuar. Kam suvatuar, kam bërë lulishën, kam bjat pemët, kam rregulluar sistemin elektrik e tjerë. Pra ka dhe punë e cila po të kishe marrë një usta të vinte të punonte do merrte lekët. Është burri bën këto punë, pra është një paran vetë, ka një vlerë. Po, edhe gruaja do thotë unë kam gatuar, unë të kam rritur fëmijë. Është pjesa që mua më bezdis, jo më bezdis, por është e rëndësishme do doja shumë të përcaktonte. I kontributi i gruas që nuk është në bazë monetare, ti nuk ke një faturë. Ja, po thosha unë, që edhe kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që një mashkull kontratën duhet ta bëj kështu. 7-10 për ty në fund, sepse ti ke ndenjur afër meje, ke gatuar për mua. Jo, ke rritur fëmijët, madje merri zemër të gjitha ti në fund. Shiko, në Francë ishte duket një rast. Në Francë ishte një rast, e kam lexuar përpara një javë që ajo kishte kërkuar për kohën që kishte shpenzuar për familjen, kishte marrë 200.000 euro. Domethënë, ndoshta ka qenë një periudhë e shkurtër, por në fakt duhet llogaritur ajo kohë e madhe që harxhon. Stati e mat, puna e papaguar e gruas. Kur ajo njihet në Shqipëri, kur ti bën ke regjimin e bashkësisë ligjore në pasurinë bashkëshortore. Domethënë kur ndahet 50% me 50%, domethënë si thua thjesht një celebrim, pastaj një jetesë të përbashkët dhe pasuria e vën gjatë këtyre viteve është e përbashkët 50% me 50%, edhe sikur të mos ketë punuar gruaja. Po të ketë qenë ne që filluam nga zero e kemi shumë thjeshtë, në fillim s'kishim asgjë, kështu që çdo gjë që kemi të përbashkët edhe po ne na ndihmon Zoti se neve jemi njerëz të drejtë. Kur Paul McCartney i The Beatles u nda nga Heather Mills, Heather Mills mori $48 milion, sepse nuk ishte firmosur Poli, edhe thanë sa i çmendur o zbudalla, ja mori Bill Gates i dje. Po. I ka falur ish bashkëshortes Melindës i ka 9 miliard dollar për fondacionin e vet. Ka dhe raste të tilla. Se këtë do thosha, Paul McCartney ishte i vetmi që mërzit gjithë Britania që ja mori ky lekët e Beatlesave, ja mori kjo 48 milion që ishte gjysma e pasurisë tij, ai tha unë jam okay, tha kam 48 milion tjera, gjysmën tjetër, kështu që do rroj me ato do